Barbara, ju shqetëson kur ju atakon Rama, për shembull kur dëgjon një mënyrë të tillë të adresuarit? As pak. Edhe a ka një përgjigje për çfarë është e re me argumenta përkundër asaj që ai ju thot mbështetësve të tij? Shiko, unë jam bashkëthemeluese e Partisë Mundësia edhe që fëmijëm ka tërhequr shumë politika. Jam futur që e re, kam dashur gjithmonë ndryshoj, jam e djathtë, besoj në gjërat për cilat flas, por kur nuk i kam kërkuar dikujt të më votoj sepse unë jam e re. Sepse unë e di që kjo nuk mjafton. Nuk duhet të jesh thjesht e re në moshë ose e re në dukje. Unë e di që ti duhet të jesh e re në thelb, në mënyrën si vepron. Dhe për Partinë Mundësia që unë përfaqësoj, nuk është thjesht një sigël e re, nuk është thjesht një parti e re. Unë mendoj që ne po bëjmë një rrugtim të ri, që partitë e tjera nuk e kanë bërë. Dhe kjo gjë më bën krenar, nuk kam as pak problema të çfarë thot zoti Rama, sepse unë e di se çfarë përfaqësojmë. Unë e di që nuk është thjesht çështje moshe, është çështje besimi që ne kemi krijuar te njerëzit. Këtë duam në fakt të fitojmë te njerëzit dhe prandaj po e bëjmë këto fushat. Duam fitojmë besimin e njerëzve, sepse jemi të ndershëm, sepse jemi të pakapur, të pakapshëm dhe mendoj se ne mund të jemi e ardhmja në politikën shqiptare. Do bëjmë opozitë, për sa kohë të duhet të bëjmë opozitë, do ta bëjmë ndershmërisht, do ta bëjmë si askush tjetër, që një ditë të kemi mundësi të qeverisim vendin.